Është përmbyllur projekti Liderët e Ardhshëm të Teknologjisë nga Korça, sponsorizuar nga platforma Smile.al e Fondacionit Credins, ku 5 të rinj që janë trajnuar në mënyrë intensive në fushën e aplikacioneve, në përmbyllje të trajnimit kanë demonstruar së bashku një aplikacion që do u shërbej të moshuarve. Këtë herë ky projekt mbështeti fëmijët e talentuar në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, të cilët u përzgjodhën nga një konkurim i hapur për të qenë pjesë e këtij programi 3 mujor kualifikues, i cili synon të krijimin e një aplikacioni i cili do të lidhte fëmijët me brezin e tretë, sikur e ndoqët edhe nga demonstrimi. Kështu që ne besoj që sot kemi bërë një hap shumë të rëndësishëm, jo thjesht dhe vetëm drejt kualifikimit të mëtejshëm të fëmijëve, të cilët sikundër e pashë ishin nga mosha shumë të vogla dhe deri moshën 17 vjeçare, dhe nga ana tjetër kemi mundësuar ndërthurjen e të rinjve me brezin e tretë, që është një problem do të thoja shumë shqetësues në ditët tona. Të rinjt kanë shpjeguar se si funksionon aplikacioni i cili është ndërtuar posaçërisht për moshën e tretë. Programi fuqizimi i liderëve të rinj të Korçës solli një aplikacion mobile i cili quhet Drita dhe është i zhvilluar nga 5 nxënës të qytetit të Korçës. Aplikacioni është i zhvilluar në teknologji të React Native dhe procesin e dizajnit të qëndruar tek njeriu. Shërben për ndihmuar moshën e tretë, duke qenë se siç u përmendë nga Meki është i përqendruar tek njeriu, dizajni që të flasin në lidhje me tematika sociale, problematika dhe se si këto të sjellin një zgjidhje me anë të produktit në kod. Dhe programi Drita është i fokusuar që mosha e tretë të kërkojë ndihmë, të bëj kërkesa dhe mosha e re t'i ndihmoj me këto kërkesa, si për shembull pazaret ose qoftë për rikujtesë, për mesazhe që të marrin ilaçet e tyre, duke qenë se mosha 3 gjithashtu mund të ketë probleme me kujtesën. Duke qenë se shumë të rinj po largohen dhe në Korçë po mbeten vetëm të moshuarit, kemi zgjedhur të ndihmojmë këta të moshuar që po mbajnë qytetin tonë gjallë. Një arsye pse ne zgjodhëm aplikacionin ta bëjmë me dizajn sa më të thjeshtë është edhe që të moshuarit, pra mosha e tretë, mundet ta ketë sa më të thjeshtë për ta përdorur atë dhe për tu njohur më mirë me atë, familiarizuar me atë. Pjesë e aktivitetit ka qenë prefektja e Qarkut të Korçës, Florinda Zegullaj, e cila ka shprehur mbështetjen e institucionit për të tilla iniciativa. Më vjen mirë që fëmijët të kësaj grup moshe kanë vëmendjen te një grup që është shumë vulnerabël, të moshuarit që jetojnë të vetmuar. Patjetër është një moshë e cila kërkon vëmendje të shtuar, jo vetëm nga të rinj, po edhe nga institucionet. Janë një vlerësuar këto projekte dhe këto aplikacione, pasi jo vetëm rritin komunikimin ndërmjet nesh, po e bëjnë atë më të shpejt, më të sigurt dhe më eficient. Më vjen mirë gjithashtu që kemi ide të reja se si kampet verore mund të shndrojmë një ide më praktike që i shërbejnë gjithë komunitetit. Pritet që aplikacioni të dërgohet në platformat Google Play dhe Apple Store, të cilat do duhet ta miratojnë dhe më pas ai të bëhet i përdorshëm nga të moshuarit.